Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. E falenderojmë Allahun te bareke wa taala, Zotin e botëve, dëshmoj se vetëm ai meriton të adhurohet. Ai nuk ka shok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe dërguari i tij. Vazhdojmë me përmendje disa nga mëkatet e mëdha, mëkatet e zemrës, të cilat autori Sheikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah i ka rëndit në librin e tij Kitabul Kabair, librin mëkatet e mëdha, ku në vazhdim përmendet babun dhikru iradati al-uluwi wal fasad. Kapitulli i iradës ka të bëjë me dëshirën për mbizotrim, për madhështi dhe për çrregullim ose shkatrim. Autori në vazhdim flet se fatkeqësisht te disa njerëz ekziston kjo dëshirë. Kjo është çështje e zemrës, a? Dëshirë e cila është për me mbizotru mbi të tjerë, një lloj madhështie mbi të tjerë, një lloj supremacie që dikush tenton me ushtru mbi robërit e Allahut azza wa jall. Dhe çrregullimit të shkatrimit, që dëshirës për me prish, për me çrregullu, për me bë keq. Dhe ndër argumentet që përmend për këtë vepër të zemrës është ajeti kuranor i cili ka ardhur në mesin e ajeteve ku Allah azza wa jall flet për Karunin, për atë njeri nga populli i Musait alayhis salam, të cilit Allah i dha pasuri të madhe dhe i cili e ndjente veten mbi të tjerët. Sido që tjetë na po ndalemi te ajeti ku Allah azza wa jall thot: "Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Sot Allah azza wa jall, tilka ad-darul akhirah. Ajo është bota e ahiretit, bota tjetër, me shpërblimet e mëdha të saj, xhenetet, e gjitha ato begati që janë. Naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Atë thot e kemi përgatit, ose do të adhon atyre të cilët nuk dëshirojnë mbizotrim ose madhështi në kuptimin negativ në tokë dhe nuk dojnë shkatrime në tokë. Wal aqibatu lil muttaqin, dhe fundi i mirë në këtë botë dhe botën tjetër është për të devotshëm. Nga se njerëzit e devotshëm zemrën e kanë të pastërt. Nuk ekziston kjo dëshirë në zemrat e tyre. Me prish, me shkatru, me konë mbi tjertë, me mbizotru mbi tjertë, me nënçmu tjertë, me përull tjertë. Që kjo pastaj, ose kjo është e ngjashme me kibrin, me mendjemallësinë që e ka përmend autori më lart, ndër lidhet me vetë pëlqimin e me gjitha këto. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala po tregon se nuk ju takon xheneti aty në njerëzve që kanë, pra kjo është një kërcënim për Allahut azza wa jall. Një kërcënim se xheneti nuk ju takon aty në faktikisht që kanë këtë dëshirë në zemrën e tyre. Po ju takon aty në që janë të pastër, me zemrën të pastër dhe nuk dëshirojnë mbizotrim e supremaci dhe nuk dojnë e shkatrim tokë. Autori në vazhdim të fesadit e shkatrimi
Fjala el fesad, këtu vllazni përfshihen gjitha mëkatet dhe gjitha gjunat. Çdo mëkat njeriu që e bën, ai është fesad në tokë. Pa marrë parasysh direkt a lidhet me nderin e dikujt, a lidhet me pasurinë e dikujt, a lidhet me jetën e dikujt, a është cenim i hakut të tjetrit, pa marrë parasysh. Nëse është një mëkat që edhe veç me ty lidhet direkt, ai është një lloj rregullimi në tokë. Ai do të ketë efekt. Sot Allah subhanahu wa taala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. Është shfaqet shkatrimi, çrregullimi në tokë ndeti për shkak punëve të njerëzve. Kështu çdo mëkat e tash njëri që ka dëshirë me prish, me shkatrum, gjunohe, epshe, me bisundu ose mbizotrum i tjerë, gjitha këto bojnë që ai zemër ka një piknisje të keqe, ka një bazë të keqe, e cila pastaj rezulton edhe në vepra praktike. Në vazhdim autori sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili realisht flet për besimtarët, flet për të devotshmit, për ata që zemrat i kanë të pastërta. Thot pejgamberi sallallahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu askush nga ju përderisa nuk dëm për vllahun e tij atë që dëm për veti. Në momentin njëri kur dën me ushtrum ose me mbizotrum mbi tjerë, ai dën ti perul, ai dën ti nënçmon, ai dën përkundrazi besimtari është tjetër cilësi, është dashuria e të mirës për vllahun e tij. Allah azza wa jalla pejgamberi më thon la yu'min, nuk ka besu. Për çfarë besimi bëhet fjalë këto? Bëhet fjalë për besimin obligativ. Nuk e ka përmbush imanin obligativ. Derisa nuk e ka këtë cilësi. E çka do të thotë që ai që se përmbush imanin obligativ? Ai ndëshkohet për mangësinë që ka. Nëse fjala është për besimin e përsosur atje ihsanin, nivelin më të lartë të besimit, atje edhe nëse njëri ka ndaj mangësi, nuk e meriton xhenemin. Do të hynë në xhenet direkt. Përderisa ai që kalon mangësi në iman obligativ, ai e meriton dëshkimin me xhenem. Edhe kjo është kërcënim. Dhe prej shenjave, kur njeriu ja dën vllahut vetë mirën, kjo është shaj që ai nuk dën me poshtru, nuk tregohet me ndjemarr ndaj tij, nuk tregon supremaci ndaj tij, nuk dën shkatrim, përkundrazi ja dën edhe vllahut të tij të mirën sikur që e dën për veten. Gjithashtu sjell edhe një hadith të radhës ku thotë la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Nuk ka besu askush nga ju derisa të mos jetë dëshira e tij tabi'an lima ji'tu bih, që ndjek ato me cilën unë kam ardhur, ose që e pason ato me cilën unë kam ardhur. Dëshira e njerit duhet të jetë në bindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dashuri për sunetin, në dashuri për mia për parësi sunetit para çdo gjëje tjetër, meqense ky hadith është i dopt, por kanë ardhur edhe hadithe tjera me këtë kuptim. Në mes në haditheve prezon që parafërsisht e ka këtë kuptim, është hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky thotë nuk ka besu askush nga ju derisa të mos jenë për të më i dashur se sa prindi i tij, se sa fëmiu i tij, se sa edhe gjithë njerëzit. Që pejgamberi sa të jetë njeriu më i dashur, që dashuria për sunetin të jetë dashuria më e madhe, dhe që të mos jep përparësi as gjaje ose as kujt tjetër para sunetit dhe pasimit të tij. Mas këtij kapitulli, autori përmend babul adawati wal baghdha. Kapitulli i radhës, i cili ka të bëjë me armiqsinë dhe urrejtjen. Fjala është për armiqsinë dhe urrejtjen ndaj muslimanëve.
Pra është prej mëkateve të mëdha, është prej gjunave të mëdha që të urrejhet muslimani, që të armiqësohet muslimani. E dini hadithin e njohur, hadithin e Uelijut ose evlijave, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush armiqson një miktimin, atij kam shpall luftë. Allahu i shpall luftë. Autori në këtë kapitull ka sjell ajetin kuranor fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nëse keni ndonjë paqartësi ose polemizoni për diçka, për një çështje, kthehuni tek Allahu dhe i dërguari. Thonë kthehuni te libri i Allahut dhe suneti i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pse autori ka sjell këtë ajet? Për arsye se nëse muslimant kapën për Kur'anit dhe sunetit, e madhrojnë Kur'anin dhe sunetin, e marrin për gjykatës mes tyre Kur'anin dhe sunetin, kjo automatikisht i shtyn ata drejt dashurisë për njëri tjetrin, drejt bashkimit, jo drejt përçarjes ose urrëties ose armiqësisë. Nëse ki diçka të paqartë me vllahun tënd, i kthesh ligjit të Allahut, i kthesh Kur'anit dhe sunetit. Ai ju bashkon. Gjykimi i Allahut te bareke ve teala është drejtësia e Allahut. Dhe asesi nuk duhet këtë vend për urrëtie. Urrëtia ma vonë përmendet të çështje që njëri ka urrëtie ndaj armiqve të Allahut, ata nuk duhet ose nuk lejohet të duhen në kuptimin që do ta përmendim kur vjen kapitulli. Mirë po, autori hadithin e ajetin e radhës e përmend ajetin qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, ajetin vazhdim. Thotë keni shembull më të mirë në Ibrahimin alayhis salam, i cili u distancu bab mirë po u distancu prej tij. Kurse te muslimani, mu distancu prej muslimanit, mos me dash muslimonin, me pas armiqësi për muslimanin dhe urrëtie për te, kjo është e ndaluar. Dhe kjo është prej gjunave të mëdha. Hadithin e njohur pejgamberit sallallahu jo prej këshillave që na porosit që duhet t'i kemi ndërmjet vetëve, wala tabaghadu, dhe mos e urrejni njëri tjetrin. Mos urrejni njëri tjetrin. Imam Nevawi rahimahullah, duke komentuar këtë pjesë të hadithit, wala tabaghadu, mos urrejni njëri tjetrin, thotë: disa nga dietarët kanë thonë, në ndalimin e urrëties së ndërsjell ndaj njëri tjetrit, thotë aludohet ndalimi ndaj epsheve, të cilat thotë janë shkatërruese ose devijuese dhe të cilat detyrimisht, pra të shpijin drejt armiqësisë dhe urrëties. Pra, përderisa syneti i bashkon njerëzit, çka ndodh me bidatin atje? Bidati i përçon. Përderisa punët e mira i bashkojnë njerëzit, mëkatet çka bojnë? I përçojnë njerëzit. Ka me hy urrëtie mes tyre, ka me hy armiqësi mes tyre. Kështu që kur Allah azza wa jalla thotë nëpërmjet gjuhës pejgamberit sa la tabaghadu, mos e urrini njëri tjetrin, domthonë largonuni prej çdo gjoje e cila mbjell urrëtie mes juve. Pastaj çdo mëkat i cili nxit ose shtyn në urrëtie ndaj njëri tjetrit përfshihet në këtë hadith. Kështu që edhe kjo është nga mëkatet e mëdha, urrëtia pra e muslimanit. Ose me adosh njërin të keqen, ose më gëzu kur i ndodh një e keqe. Edhe nëse nuk pajtohesh me të diçka. Po supozojmë
edhe nëse është një bidaxhi, edhe nëse është një mëkatar, nëse i do një fatkeqësi, nuk guxon ti me u gëzu me ta. Nuk i gëzohet muslimon një fatkeqësi vëllezër. E sheh për zonë, ka një fatkeqësi në raport me fëmijën e tij, për zonë ka deviju, merret mas drogës ose alkoolit, ose ka lënë namazin, ose Allah na rujt e ka sprovu Allah diçka në nderin e familjes tij, ose ka me një fatkeqësi të dunjos diçka, nuk guxon ti me u gëzu. Është ndaluar me u gëzu. Ne do të flasim tash për urrejtjen më vonë, ka shih pa besimtarve, atëherë është ajo pjesa ku njëri nëse urrejhet, besimtari urrejhet për mëkatin që e bën, për bidatin që e bën, a? Aq sa është gjon vend tek ai njeri, mëkati dhe bidati për as urrejhet. Po gjithsesi duhet për imanin, për besimin, për punët e mira që i ka. Dhe nuk guxon asesi me gëzu njëri të keqës ose fatkeqësisë që ndodh atij. Autori në vazhdim përmend thotë babul fuhsh, kapitulli i imoralitetit ose të keqës. Imoraliteti ka të bëjë edhe me gjuhën, njeri i cili është i pamoralshëm në gjuhën e tij. Është vulgar në gjuhën e tij. Është që thot popullin e i flesh prej goje. Ose Allah në rujt në moralin e sjellje. Mirë pa autori këtu nuk e ka për qëllim imoralitetin dhe gjanat e fleshta në vepra dhe në gjuhë. Po në bazë të ajetit që e sjell, edhe në bazë se ka vendosur në mesin e veprave të zemrës, qëllimin e ka që njeri nuk guxon me dosht ose me avdosht muslimanëve imoralitetin, nëse që aty me ndodh imoraliteti se më përhap e keqja. El fuhsh, që ka njerë vjen e keq, ka njerë imoralitetin për këtim varësin kontekstin e fjalës që vjen, është do më thonë çdo gjë që tepruhet dhe i ka kalu kufit. Qoftë në gjuhë ose në vepra. Allah subhanahu wa ta'ala thot: innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alim. Ata të cilët dëshirojnë që imoraliteti të përhapet në mesin e atyre që kanë besu, ata i pret dënim i dhimbshëm. Po kërcën Allah subhanahu wa ta'ala për ata njerëz që dëshirojnë që imoraliteti mu përhapte te muslimanët e besimtarët, ose dëshirojnë që të akuzohen besimtarët, gratë e muslimanëve deri tyne. Ky ajet është në kontekstin e ajeteve që kanë ardhur për rastin e Aishës radhiyallahu anha, kur akuzohet morali dhe nderi saj. Tash ata të cilët kanë dëshirë, nuk po flasim tash imoralitetin në gjuhën dhe veprat e tyre, ja, veç pse në zemrën atyre kanë qef mu përhape keqja, mu përhape imoraliteti, për ata ka dënim të madh, ose dënim të dhimbshëm. Për kontrazi, ose kundërta, Allah azza wa jalla na porosit që të jemi të sinqert ndaj njëri tjetrit, ta këshillojmë njëri tjetrin, t'ia dojmë mirë njëri tjetrit. Allah subhanahu wa ta'ala thot: idha nasahu lillahi wa rasulihi wa ma 'ala al-muhsinin min sabil. Autori ka sjell këtë ajet i cili realisht flet për luftën dhe se si arsyeton ata njerëz të cilët janë të smut, janë të dopt, që nuk munden me u përgatitur dhe me marr pjesë në luftë. Thot, nuk ka gjëna për këta njerëz, thot përderisa janë të sinqert me Allahun, me të dërguarin e tij, dhe nuk mund të akuzohen ose të qortohen përderisa janë vepër mirë. Se njeri jap mundin që ka, mundsinë që ka, nuk ka dëshirë të keqe, nuk ja don të keqen fesë Allahut, nuk ja don të keqen pejgamberit, nuk ja don të keqen muslimanëve. Mirë po lufton për fenë Allahut atë sa ka mundsi. E ndihmon fenë Allahut atë sa ka mundsi. Nëse është i dobët, s'ka mundsinë në aspekt me ndihmu, është i smut, nuk e ka mundsinë mu përgatit. Besimtari nuk qortohet për të mundësisë të tij.
që ka. Në vazhdim, autori ka përmendur edhe një kapitull dhe me këtë po e përmbyllim. Thot kapitulli ose dhikr me wadat aada illa. Kapitulli cili ndërlidhet ka të bëjë me dashurin e armiqve të Allahut. Faktikisht, me i dasht armiq të Allahut është një prej mëkateve të mëdha, një prej gjunave të mëdha. Dhe pejgamberi e sa na ka tregu që halka më e fortë e imanit është el-muwalat fillah, wal-muadat fillah, wal-hubb fillah, wal-bughd fillah. Me u dash për Allahun, ose me u miqsu për Allahun, me u armiqsu për Allahun, me u dash për Allahun dhe me u rrejt për Allahun. Autori në vazhdim e sjell ajetin ku thot Allah Azza wa Jall: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Thot Allah Azza wa Jall, nuk gjon një popull i cili beson Allahun dhe ditën e fundit e ti doj ata që luftojnë, që armiqsojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. S'mund bëhen bashkë këto gjëra. Edhe besimtar, edhe me i dasht ata që e armiqsojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, kësnodë. Walau kanu aba'ahum. Edhe sikur ata t'janë prindët e tyre. Nuk mundesh me dasht pa besimtarin për besimin që ka të gabum, për veprat që ka të gabume. Është diçka tjetër dashuria e natyrshme. Për në aspektin e dunjas që tash e përmend. Sa autori në vazhdim e përmend ajetin e dytë, thot qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Thot Allah Azza wa Jall, tuaj, nëse prindët e juaj, baballarët e juaj, fëmijët e juaj, vllazërit e juaj, bashortët e juaj, familja farefisi juaj, pasuria të cilën e keni fitu, tregtia për cilën keni frikë që nuk ju shkon mirë, vendbanimet ose shtëpitë ku banoni, ku keni gjetë rahati qetësi, janë më të dashura për ju, 8 gjona ka përmend Allahu Azza wa Jall. Janë më të dashura për ju, se sa Allahu Azza wa Jall, i dërguar i tij dhe lufta në rrugën e Allahut, pritni derisa të vjen dënimi i Allahut Azza wa Jall. Pritni. Këto 8 gjona që më përmend, realisht janë dashuria ndaj këtyre gjonave e natyrshme, është e natyrshme që njeriu mi dasht baballar, prind, paraste e tij, fëmijët e tij, pasuninë e tij, bashortët e kështu me radhë. Mirë po, asesi ti doj këta më shumë se sa Allahun, në këtë rast, mi dasht këta më shumë se sa Allahun, fenë e tij dhe luftën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Njeri nëse e dën prindin me ka pa besimtar, e dën si prind për mundin që ka bo, për kujdesin që ka tregu, për kjo është dashuria e natyrshme. Me pa ai duhet me urrejt për fenë që ka, ç'kjo është ai dallimi. Kur po thojmë na që është obligim me urrejt pa besimtar, është qëllim me urrejt për besimin që kanë. Se nëse njëri e dën prindin për shkak të kësaj dashurie që është e natyrshme, atëherë këtu nuk ka mëkat. Ose përndryshe pse Allahu i ka leju muslimanin të martohet me një krishterë ose një hebrej, nëse janë të moralshme. E ka leju. Ajo është dashuri mes bashortëve, nuk është dashuri që ka të bëjë me besimin dhe fenë. Bashortë nëse ka, megjithatë e ka obligim me urrejt fenë e saj dhe me urrejt si fe që mban ai.
Dhe kjo nuk nënkupton që mi u bë pabesimtarë pa drejtësi, ha? Ne e dim që fetarisht është ndaluar mi u bë pa drejtësi atyre. Fetarisht Allahu ka leju, nëse nuk e luftojnë Islamin, ka leju që të sillen mirë me ta. Sillen mirë me ta. Bile përkundrazi, nëse njëri sillet mirë me ta, i ofron edhe ndonjë dhuratë, edhe ndonjë vizitë, i këshillon dhe synon Islamin, që ata të pranojnë Islamin, përkundrazi këtu ka dhe shpërblim. Pra, dashuria dhe urrejtja janë çështje të zemrës. Dhe njeriu ka për obligim me urrejt si mundet besimtari me dashur atë që thotë Allahu ka djalë. Ose thotë me lajket janë bijat e Zotit. Ose thotë Zoti nuk i din të na gjanat. Ose Islami s'është fe Allahut. Ose Muhamedi alayhis salam e ofendon edhe ku me di se çka thot për to, nuk ka mundsi. Kështu që është pra nga mëkatet e mëdha është dashuria ndaj armiqve të Allahut. Allah autori sjell edhe një ajet: "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar", sallallahu dhe mos anoni drejt atyre që kanë mohu, pra pa besimtarve, e pastaj t'ju godet zjarri. Dhe më thonë autori përmendet Ebul Ali e ka komentu këtë: "Wala tardau bi a'malihim", mos jeni të kënaqur me veprat e tyre, ha? Po fjala mos anani kata, mos jeni të kënaqur me veprat e tyre, mos i konsideroni fen cilën ata janë. Rituale që ata i bojmë i konsideru të mira. Pra urrejni ato gjëra të cilat ndërlidhen me besimin e tyre në gabum. Ose është transmetuar prej Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili ka thonë: "La tamilu ilayhim kull al-mayli fi al-mahabbati wa lin al-kalam wal mawadda". Pra mos anoni ata drejt atyre duke i dashur ata, duke shpreh dashuri ndaj tyre dhe butësi. Në kuptimin që me ju tregu faktikisht që rruga të cilën ata kanë është rrugë e gabuar. Autori pastaj përcjell edhe hadithin e pejgamberit alayhis salam ose fen Abdullah ibn Mesudit ku thotë se i dërguari sa sem ka thonë: "El mar'u ma'a man ahab", thotë pejgamberi alayhis salam, njeriu është me atë që e don. I do muslimanët, i do besimtarët që me kanë me ta, e don dikon tjetër që me kanë me ta. Me çato që e don, me çato do të jetë. Bile sahabët tregojnë që nuk ka asgjë e cila na ka gëzu, masi që kena pranu Islamin, se so kjo fjallë. Kjo fjallë ka të bëj jo me punë, kjo në rëndë por ka të bëj me zemrën, dashuria për pejgamberin e Islam, dashuria për sahabët. Për shkak më thonë, sahabët kërë kanë dëgju këto, thonë, e dojmë pejgamberin, e dojmë Abu Bekrin, e dojmë Omerin, kanë përmenë sahabët më të ngritur, më të lartë, më të mëdhenj. Dhe shpresojmë që jemi me ta, edhe pse me punë nuk jemi me ta, o fortyne. Se njeriu arrin me dashurinë e tij aty ku nuk mundet me rrim me punën e tij. Kështu Allah subhanahu wa taala na ruaj besimin ton, imanin ton, na ruaj nga këto mëkate të mëdha, gjëra të mëdha, po dhe gjëra të vogla të vazhdueshme. Allah te bareke ve taala na përmirësoj të zemrat tona, gjymtyrët tona. Në dhaft një përfundim të mirë këtë botë e të dalim për Allah të faqebar wa akhiru dawana elhamdulillahi rabbil alamin.